Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Sot pranë jush do të bim historinë e Dosorelës, një vajzë e cila është rritur në Itali, por ka jetuar disa vite edhe në Shqipëri pasi që preardhjen e ka nga Shqipëria. Me origjinë është nga një qytet i bukur edhe shumë i ngrohtë që brenda saj mban shumë histori, nga qyteti i dashur i Krujës. Vajza në fjalë na ka shkruar për të na treguar një moment magjik. Pas shumë vitesh, ajo ka gjetur vëllaun e saj. Por si e ka gjetur vëllaun e saj, është e çuditshme, por një histori që është shumë e vërtetë. Përshëndetje i dashur Tiranë. Unë që po të shkruajam Dosorela, një vajzë që sot jetoj në Itali, por jam e lindur dhe e rritur disa vite në Krujë. 4 klasët e para i kam bërë në qytetin e Krujës dhe nga jeta e vështirë, për të siguruar një të ardhme më të mirë, babi, mami edhe motra ime vendosën që të ikim për në Itali. Unë e kisha ditur që i mat ka qenë edhe një herë i martuar dhe nga martesa e tij e parë ka patur një djalë. Por nëna ime dhe babai asnjëherë ne si familje nuk na kishin njoftuar me këtë djalë të mrekullueshëm. Ime ishte shumë e ftohtë në këtë raport edhe asnjëherë nuk dëshironte që babai ta zë emrin në gojë të djalit të tij. Ndërsa unë kam qenë gjithmonë më e butë, edhe kujtoj kur mami ikte te daja, unë dhe babi qëndronim në shtëpi se unë s'para shkoja shumë me mamin, edhe bisedonim për të kaluarën e tij. Dhe babi t'i mbusheshin sytë me lot kur e kujtonte të birin të cilin nuk e kishte parë kurrë. Gjithmonë kisha një dëshirë që ta di se kush ishte ai. Gjithmonë kisha një dëshirë që ta gjeja, por jetoja me frikën se mami do të bënte kërdin. Nga Kruja ikëm për në Itali. Kujtoj që fillimet kanë qenë shumë të vështira. Babi iku një herë i pari, derisa u pozicionua atje dhe gjeti punën, mbi të cilën do të na merrte edhe ne, dhe pas 8 muajsh ikëm edhe ne për në Itali. Për mamin ishte një rrugtim shumë i bukur sepse babi nuk do takonte ish gruan e tij në Shqipëri, se mami gjithmonë ka jetuar po me këtë ndjenjën që babi takohet dhe po e tradhton. Dhe për këtë gjë kemi patur grindje të një pas njëshme në shtëpinë tonë. Mami nuk po bindeshte fare dhe gjithmonë ishte kokfort në atë që ajo thonte sepse babi po e tradhtonte. 8 muaj kemi patur vetëm probleme pas ikjes së babit. Mami çdo ditë e thriste në telefon dhe pse atëherë tarifat paguheshin shumë shtrenjtë, por ajo dëshironte që të jetë e bindur që ai nuk po bën pisliqe, kështu i quante mami. Lufta po bëheshte më e nxehtë në familjen tonë, por ne si fëmijë kishim se ç'a bëjmë. Por më në fund erdhi dita që të ikim, dhe kujtoj ka qenë dita më e bukur në jetë, sepse do ndalohej egërsia e madhe që kishte kapluar familjen tonë. Kemi ikur në Treviso, aty ku kemi jetuar 4 vite si fillim. Ku më pas babi humbi vendin e punës edhe duheshte të pozicionohemi në vend tjetër. Babi gjithë jetën i shkreti ka punuar në një fabrikë kaçkavalli. Ato që punojnë në fabrikë kaçkavalli e dinë shumë mirë se çfarë do të thotë punosh në vështirësi kaq të madhe. Duhet të japësh maksimumin tënd për çfarë? Për 2.000 euro që do t'i jepte shefi në fund dhe ndonjëherë dhe nuk t'i jepte. Prej në Treviso, me ndihmën e një shoku të babit ikëm për në Breshja, aty ku ne u vendosëm më përfundimisht dhe jetojmë gjitha këto vite. Ne po rriteshim. Vllau im i ndihmoi babit shumë sepse u rrit normalisht 2 vite më i madh se ne dhe duheshte edhe të punonte, por edhe duheshte të vazhdonte shkollën. Vllau hyri në një sallë makinash, ku prodhonin makina edhe shisnin në një sallë Fiati.
aty merrte një rrok shumë të mirë. Vitet po kalonin, por babi po plakej dhe gjithmonë e mbante ajo dhimbja e madhe për të birin e tij. E quante një pandërgjegje nga vetja e tij që nuk i ka dërguar qofte edhe një 100 lekësh, që ai të siguronte të paktën një kafe dhe të thonte e kam kujtim nga babi. I me më nuk dëshironte të dëgjon asnjë mënyrë për atë djalë dhe gjithmonë ishte egër dhe shumë e ashpër. Edhe motra ime po ashtu nuk e dëshironte vllaun fare, dhe mua më thonte gjithmonë që ti dhe babi po na e punoni pas shpinës. Por unë gjithmonë e kam patur këtë dëshirën për të takuar vllaun, dhe kështu ndodhi. Unë fillova punë si shitse në një supermarket në Itali. Një djalë me flokë të zeza ngjasonte shumë me vllaun tim. Më futet në shitore dhe unë u befasova. Mendova që ishte vllau im. Të paktën nga pjesa mbrapa ishte pothuajse identik si ai. Edhe unë shkoj dhe ja vë dorën në shpinë, duke i thënë, "Hamo, çapaçule erdhe, se kështu thirremi", nga Luisi. Ai ma ktheu kokën edhe më pa duke më thënë, "M'fal, më njeh?" Aty unë u tërhoqa sepse lëre që në Itali po më doli dhe shqiptar. Më kapi një turp teksa koleget e mia filluan të qeshen se 2 kolege i kisha shqiptare. Ai çuni filloi që të qeshej dhe tha sigurisht më njeh se nuk do më kishe fol shqip. Edhe unë i thash jo m'fal të ngatrova me tim vlla sepse po i ngjason shumë. U qeshëm, mori çaj dueshtet merë dhe iku. Dhe aty vinte shpesh ky çuni pasi që në ditët në vazhdim unë e kuptova që ky djalë banonte sipër në ndërtesën ku ne kishim supermarketin. Duke biseduar, duke bërë muhabet, ai më tregoi origjinën e tij. Edhe vinte po nga i njëjti qytet, nga qyteti i Krujës. E pyes unë po nga ç'familje familje je? Edhe më thot që jam vetëm me mamin tim. Kemi ikur në Itali shumë vite. Le të themi, s'më kujtohet mirë, tha, po 1 muaj pasi që mami u nda, pasi që këtu kemi dajën, mami ka qenë e martuar në Krujë. Po i thash në ç'familje se edhe unë krutane jam. Kur ai ma tregoi mbi emrin, ishte mbi emri im. Unë u befasova, se po më dilte realiteti para syve. I thash po kë nje nga ajo familje. Ai më përmendi emrin e xhaxhait tim, edhe emrin e babait tim, duke më thënë që njëri nga këto 2 është babi im, po nuk e di mirë se edhe mami nuk është se ma ka thënë. I pa ta thënë po fol me mamin sepse unë jam nga ajo familje dhe nëse dëshiron të takosh babain tënd unë mundem të ndihmoj. Por ai u soll shumë ftohtë duke më thënë që jo, nuk dua ta takoj, sepse i mat nuk është se më ka takuar ndonjëherë, edhe nuk është se është interesuar ndonjëherë për mua. Se po të interesohej, mua të paktën shokët ose miqtë e afër do të ma thonin këtë gjën. Unë ika në shtëpi me një siklet të madh, me një stres mbi të cilin nuk di se çfarë të them. Mami ishte në shtëpi, kishte dhimbje koke. Motra ime ishte akoma në punë, ndërsa ne po bënim dasmën e vllaut verën që do vinte. I them babit, a jep për një kafe? Babi më tha jo se jam i lodhur, thash po hajde pim edhe një kafe se nuk kam me këta pi. Doja vetëm e vetëm që ta nxjerr nga shtëpia. Dolëm të 2 së bashku dhe kur ulëm në kafe, ja shpjegova krejt historinë. Ai u përlot shumë kur ja tregoja unë detajet, edhe ai më tha ndoshta është djali im. Edhe unë i thash që ditët në vazhdim dil hec në rrugë, të paktën nga ora 5:30, se ai në ato orë vije, ndoshta del nga puna, edhe unë po ta bëj një telefonat dhe hajde me shpejtësi, të paktën shife nga larg. Kështu ndodhi. Pas 4 ditësh ai erdhi përsëri në ndrimin kur isha unë. Ndodhi rastësi. Edhe unë i bëj babit telefon që hajde më shpejt dhe atë djalin mundosha që ta mbaj sa më gjatë me muhabet që mos më ikën nga shitorja. Erdhi babi, dhe babi e pa dhe u përlot sepse ja ndjeu zemra që ishte ai. Pasi iku babi erdhi dhe më përqafoi shumë, më puthi të 2 duar duke më thënë faleminderit, që më bëre këtë surprizë që unë gjithë jetën e kam imagjinuar.
Kthehemi në shtëpi dhe unë ulem dhe ja them nënës time me një dozë të urrëties të madhe që boll më me inatin, por duhet i ndihmojmë babit se do vdes edhe po e vuan çdo ditë. Kush je ti t'ia ndalosh fëmijën atij? Edhe vllau im këtë herë ishte po mendimit tim. Dhe një muaj duke u grindur me mami në shtëpi ne arritëm që ta bënim këtë gjën. Dërsa unë gjatë gjithë një muajit mbaja kontakte me këtë djalë, duke u munduar që edhe ki të binte nënën e tij për t'u takuar së bashku. Ne arritëm të kuptojmë të vërtetën dhe jam arriti të kupton të vërtetën që ish bashkëshorti i saj ndodhej po në të njëjtin qytet. Dhe ne vendosëm që të pinim një kafe se nuk e kishim as hasëm as asgjë, ishte vllau jon, ishte gjaku jon. Pse mos takohemi, ka ndodhur çka ka ndodhur. U takuam në një lokal në Itali dhe kjo ndodhi për Krishtlindje. Ishte momenti më i bukur, si fillim shumë të stepur dhe të ftohtë, por avash filluam që të flasim. Filluam të qeshim. Por nëna ime, si zakonisht ajo e ftohtë dhe mua nuk më pëlqeu dhe e kam prekur në dorë, thash, bëje për hatër të babit, edhe për hatër tonin. Mos e ri kështu se është turp. U kënaqëm, u argëtuam edhe u kthyem në shtëpi. Dhe unë prej asaj dite fillova që të mbaj kontakte. Tashmë jemi lidhur tepër shumë. Dhe vera erdhi, ne dasmën e bëm. Kaluam momente shumë të mira sepse edhe vllau e njohu dhe të gjithë familjen. I dhuruam shumë dashuri. Dhe tash jemi lidhur shumë të katër fëmijët. Ne nuk rrim dot pas njëri tjetrin dhe shkojmë shpesh te njëri tjetri. Dhe tani po bëjmë plane që në muajin maj të ikim të katër me pushime edhe nusen e vllaut që e kemi të pestë, ndërsa këtë vllaun presim që ta martojmë së shpejti dhe do Zoti me një nuse të mirë. Jam e lumtur që sot babi im është shumë i gëzuar, edhe pse ai është i smur, por arriti që qëllimin e tij ta çojë deri në fund. Sot ne jemi një familje me plot kuptimin e fjalës.